Në Kosovë, teknologjia e informacionit është një nga sektorët me pagat më të larta, por është edhe ndër më të ekspozuarit ndaj një fuqie të re, inteligjencës artificiale. Sipas një raporti të fundit të Organizatës Botërore të Punës, 1 në 4 punëtor në nivel global mund të përballet me zëvendësim të pjesshëm nga inteligjenca artificiale. Më të rrezikuar janë ata me paga më të larta dhe që punojnë në vendet më të zhvilluara, profile që përkojnë shpesh me sektorin e teknologjisë informative. Kush rrezikohet fare? Kamarierët, minatorët, kopshtarët, buqet e disa të tjerë. Në Kosovë, sektori i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit punëson afro 13.000 persona. Shumica janë të rinj dhe të orientuar drejt zhvillimit të softvereve, aplikacioneve dhe webfaqeve. Fusha ku përdorimi i inteligjencës artificiale po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm. Disa tregojnë se kjo teknologji e re më shumë ua ka lehtësuar punën se sa që ua ka rrezikuar atë. Valon Canhasi nga Hallakate thotë se njerëzit duhet të mësohen të punojnë me inteligjencën artificiale e jo kundër saj. Jemi me të shpejt, me të saktë dhe me të qartë në çdo hap të punës sonë. Po, kemi me pak staf, por kemi edhe më shumë kapacitet. Organizatat vendese të teknologjisë theksojnë se nuk janë profesionet që rrezikohen, por detyrat rutinore që skërkojnë kreativitet dhe mendim kritik. Ato besojnë se përparësi në Kosovë është popullsia e re. Duke marrë parasysh popullsinë në moshë të re, kryesisht në sektorin e tikut, potenciali për t'u përshtatur me pozitat që transformohen është i lartë. E si të mbijetohet, ekspertët lokale ndërkombëtar thonë se ata që e kuptojnë dhe e integrojnë inteligjencën artificiale në punën e tyre të përditshme do të jenë më të përgatitur për të ardhmen që tashmë ka nisur.